fokusohet. Përpara se ta kaloj dhe tek lavdrimi, ju thoni shpërqendrohet vëmendja dhe fokusohet, por gjatë kësaj kohe dhe me gjithë këto vite, Partia Demokratike ka kaluar një sër fazash, një sër le të themi tensionesh, pse jo përçarje, më pas një bashkim deri aty sa është arritur. Po, por për të gjithë ata që kërkojnë një ndryshim në Partinë Demokratike, a nuk mund të jetë ky një moment? Ja do ta them edhe këtë, do të përgjigjem si Sajmir. Po. Sajmir Korreshi ka qenë për një ndryshim Partinë Demokratike. Të tipit? Të tipit që nuk kisha arrestuar me zotin Berisha, apo jo. E ju të gjithë më sepse është live. Absolutisht pretendova. Kur ndodhen ato ndryshimet brenda dhe shikoj që ti ore të vihesh rikthimi PD, por të duket sikur të më marr lekë tek KQZ-s, pastaj më dukesh absurde që ore çfarë po bëjmë ne. Nga ju gazetarët pakten në gjithë kohës, më është thënë që ose vazhdoni, ore pse nuk shkoni te vota, atje ku janë njerëzit, atje ku janë se ishim te pjesa e minorancës. Ose sa mirë ishte te pjesa e minorancës, po flas për ne jo për ta quajtur vetëm time numri shumës, por disa deputet që ishim. Shkuam te vota. Atje ku dhe tani them ndonjëherë, pse them këtë tani sot që nuk ka, sepse realisht përdesa ka vota, çdo njeri që beson se do të kandidoj dhe do të bëhet kryetari i Partisë Demokratike, nuk mund të bëhet kryetari i Partisë Demokratike me emërim, si në bazë ashtu dhe në qendër. Sepse do bestav kollaj do vije ajo vota, do të vesh të përballesh një ditë me ato vota. Atëherë do që të kemi arritje maksimale dhe kush nderohet më shumë, pikërisht te vota. Data 23 maj është e hapur. Ky është momenti, pavarësisht se unë them edhe një herë, në moment lufte nuk mund të ketë zgjedhje, tani bëjmë zgjedhje ne për moment ti je në protest, je duke, domethënë, ne prapë do bëjmë zgjedhje. Pra s'është ky momenti. Po s'është fare momenti. Po, zoti Rita? Se momenti s'po vjen asnjëherë. Domethënë, ka disa gjëra dhe nisem nga një fjalë që ripërsëriti zoti Korreshi që ka të bëjë me sikletin. Dhe ka një siklet Partia Demokratike për t'i mbyllur këtë zgjedhje shpejt e shpejt. Edhe fakti është paradoksal. Zoti Korreshi nuk e ka këtë siklet. Jo, zoti Korreshi jo, po leadershipi që do rizgjedhet, se zoti Korreshi nuk pretendon as për kryetar, as për sekretar përgjithshëm, as për nënkryetar. Dhe është një siklet e atyre që janë në detyrë, të rikonfirmohen në detyrë. Por roli apo kontrolli i zotit Berisha mbi Partinë Demokratike, mbi leadershipin, sa më shumë forcohet, aq më shumë zbehet pesha specifike e Partisë Demokratike si alternativë qeverisë ndaj majorancës. Dhe kjo është shumë paradoksale. Dhe fakti që këtu nuk ka një nxitim nga njerëzit, nga shoqëria, të futen në PD, të shkojmë tek hapja e madhe, të shikojmë se çfarë bëhet aty, të japim ne mendimin e tij. Por zgjedhjet vinë në momentin e duhur apo jo? Po këtu s'është kur momenti i duhur, sepse gjatë mbas marrimit të zgjedhjeve na u tha që nuk do aktivizohet ne të statutit sepse ka një farsë elektorale. Neni Basha apo jo? Nuk do bëjmë një analizë në PD sepse do nisin protestat. Nuk mund të bëjmë këtë se nuk do merrem me zgjedhjet brenda PD sepse kemi rrëzimin e qeverisë. Krijimi i gjendjes së emergjencës është një doktrinë e tërë juridike në botë që ne kemi parë gjatë Covidit, ku qeveria bënte masa për të na mbrojtur neve nga virusi me tank, bënte masa në kuadrat e emergjencës. Dhe Partia Demokratike, Sali Berisha bën këtë. Çdo 10 ditë shpall rrëzimin e qeverisë. Dhe Sajmiri, Saljani, Ali Mehmeti, kushdo tjetër thotë, ore se kemi një mendim ndryshe për PD-n. Tut rri aty se ne kemi rrëzimin e qeverisë. Nuk ja thot kolegu, ja thot militanti. Thot ne do rrëzojmë qeverinë, ti do të na thunë neve si të ndryshoj PD-ja. Dhe ky është problemi më i madh në parti, që nuk ka kurrë një kohë për të menduar se çfarë po bëhet. Dhe nuk po, domthon, është mbaruar dhe rrena. Nuk po ecën më rrena, dhe kjo është problemi më i madh, sepse i ke thënë që do ta krejmë brenda 6 muajve, do fitojmë zgjedhjet, do bëjmë këtë, u bën 10 gjëra që nuk po bëhen. Dhe sikleti ky është që mund të quhet edhe mbajtja e elektoratit. Jo, unë do t'i them ta mbajnë elektoratit me gajret, se nuk s'kem çfarë mend tjetër. Vetëm do t'ju bëj vetëm një pyetje, për tek kjo pjesa rrenave për E pranoni fillimisht që ka rrena? Jo, absolutisht jo. Pse? Para njerë kjo është çdo lidhje kështu flet, me të thënë drejtën. E dyta. Jam shumë dakord për këtë. Ashtu.
Më thënë që bjem dakord me sinqeritet. Jo, i bie që çdo lider të ketë një marsh jo besueshmërie. Gjithë liderët gënjejnë në mënyrë masive. Jo, nuk është kjo, por më dëgjoj, ja të ku do dalë mendimit, se për e para një herë çdo lider për kur flet është njësoj si ato filma që ke pa ne Braveheart i foli gjithë ushtrisë, edhe o burra që edhe patjetër që krijoj pak ndjeshmëri, sepse liderat kur flasin do të shfaqin një emocion tek. Pra, për këtë e kisha pak më parë, emocion për ke elektorati, frymëzim për ta dhe mbajtjen në kontroll. Së dyti, e gjithë kjo që sapo tham, që nëse është gënjeshtër apo jo, frymëzohet dhe nga ato që ne dim pak më shumë se njerëzit. Ose shumë më shumë se njerëzit. Po, për të mbritur te elita tani. Për të mbritur te elita, po pikërisht pra. Dhe them që pse nuk është asnjëherë. Ore, sot duke parë që brenda Partisë Demokratike edhe po të ketë një garë sot, nuk shoh njëri tjetër, që unë jam i brendshëm sot, pavarësisht times, ase kam kurs, kam kandiduar, s'du të kandidoj të kjo pjesë, me të thënë drejtë se më intereson më shumë një gjë tjetër. Në qoftë se ne do të shikojmë që jemi të marrim një pozicion në opozit, nuk i shërben as drejt pozicion në opozit. Ta them me sinqeritet. Pozicionin në opozit. Po çfarë do të shërbej? Po mirë, tek ju mund të lexohet si mungesë ambicie apo jo? Jo fare. Shiko, nuk ka marrë në PD për të qenë ushtar. Ajo është istik dhe mbrojtje e Semirit. Jo, e para një nuk ka marrë për të bërë ushtar. E dyta duhet me merituj çik, duhet me thënë, jo të thot lushnjën që po të bëjmë në ty se të e meriton. Pra duhet dalesh dhe çik për te asaj. U dalesh mëngjes pas që deri ai ta shikoj çik vetëm deri ku i ke limitet. Këto që kanë pozicione si shikoni, mes kolegëve, jam i Nisë Sali Berisha tani pse kam marrë 10 ose 1000 like në Facebook. Shkon kjo tani? Nuk unë për shembull që nëse do të bësh një tjetër, e para një duhet të jesh provuar dhe çik në pushtet. Se s'mund dalesh nga opozita, doli një lideri, doli një nga lushja atje me domatë me sallator tash, edhe do bëhet kryetari i PD-s. Po tani nuk shko. Pavarësisht, më thënë, shumica për me hiq lavdërimin këtu që e di, nuk e din as ku isha se mund, më thënë ditë që kishte marruar, po është mesme. E kupton? Se problematika është që unë vi nga lushja dhe do përfaqësoj ata, zoti, edhe do merr me problemet e tij. Unë jam ka ngel akoma te probleme provinciale. Pse? Se janë ata që më kanë votuar mua. Pra, zoti Bereshi. Edhe të tjerët, nëse ne shikojmë opozitën vetëm për një moment, por të kemi pozicion dhe tani do jemi prap deputet, kemi kry punë. Që nga kjo moment kemi kry punë. Prandaj nuk e shoh në këtë moment si hap. A duhet hapim ne porta për tjerë? Absolutisht më patjetër. Dhe një gjë tjetër, për ta mbyllë të lënë lavdërimin, ka një gjë, lavdërim që ta themi sinqeriteti më të madh, hapja partisë nuk mund bëhet po të kandidoj një intelektual i çdo lloj rangu, qoftë fenomen, kandidoj te PD-ja Se votoj militant. Pra duke mos bërë një jetë partije, çdo njeri mund të jetë i klasit botëror, mund të sjellë edhe Trumpi, të PD-ja me cilin do që njeh më tepër strukturën dhe ky është problemi i hapjes partisë. Pra që është një moment që duhet bësh dhe çik gavetën, sepse këtu vin kushdo qoftë, unë kam qenë sekretar PD-je. Dege edhe kryetar, po kam qenë kryetar seksioni dhe sekretar seksioni. Po se kalove, po s'bëre një gavetën, siç ato që në Itali, nuk mund pretendosh të bëhesh kryetar. Tani vin gjithë pa njohur struktura si funksionon, pa pas asnjë lloj marrëdhënie me strukturat, me dallë term Facebook se ke mundësinë ekonomie dhe u bëra deputet. Jo, më s'është kështu. Po, zoti Vita. Jo, po këtë që thot zoti Korreshi jam shumë dakord. Por duhet bim dakord për disa piketa. Piketa e para është që në Partinë Demokratike apo në opozitën mungon një frym politike për të ardhur në pushtet. Pra, nuk ka një vokacion madh majoritar që të thonë, hajde të mbështesim Partinë Demokratike, ta kthejmë dhe njëherë në pushtet për të ndryshuar gjërat. Ne për momentin nuk e shikojmë. Dhe nuk e shikojmë për disa arsye që janë themelore. Një organizëm politik që të jetë i gjallë, duhet të ketë një bisedë. Edhe një familje, nëse nuk ka një bisedë midis anëtarëve të familjes, ajo shuhet. Dhe Partia Demokratike ka pas shumë momente ku ka dashur dhe është dashur nevoja për të bërë biseda politike. Ju them disa. Një është çështja e ikjes së 3 anëtarëve të kryesisë që kanë shkuar dhe janë bërë drejtora tek Rama. Ku kryetari i partisë duhet ndihte kryesinë apo këshillin kombëtar. Që të bënte një bisedë politike, ore pse po na ikin këta njerëz, mos e kemi fajin ne, e kanë fajin ata, shumë e thjesht për ta gjetur fajin, por për të bërë një bisedë politike se si thirren këto njerëz